Edhe sonte na pret një podcast i nxehtë, një podcast interesant. Kemi të ftuar drejtori për arsim komunën e Pesë, zotrina Sergega. Drejtor, mirë se erdhët. Përshëndetje për ju dhe gjithë përcjellës të juaj. 4 vite sfida, reforma dhe projekte për të ardhmen. Si e shihni sot 4 vitin e parë të mandatit juaj si drejtor i arsimit? Dinamika në drejtoratin tonë është e tillë që duke si djerë ky 4 vjeç është, sepse nuk ke qetësinë vazhdimësi, se ke të bësh vazhdimisht me fëmijë, me nxënës, me prind, me staf, me tjerë. Ka ecë shumë shpejt këto 4 vite kanë ecë dhe jemi të kënaqur, sigurisht ka mujtë më vonë më shumë dhe duhet bërë më shumë. Okej, cila është vepra juaj, në cilën do të thoje, po, kjo është vepra jame, që e kom bërë në arsim, dhe po mua kjo nuk do të ishte arritshme. Po dhe po mu sigurisht do ta bënim këta mirë, po ajo kryesorja me çka pas tjerësh kisha me jo me umbur mirë, po me falendru stafin tim ose në çdo konkurs, çdo përzgjedhje të kandidatëve i mirë ka ecë vazhdimisht. A ka ecë arsimin përgjithësi gjatë këtyre 4 viteve? Si e sheh arsimin në shyrin kritik tuaj? Në aspektin kritik, nëse vështrojmë arsimin, halli është që vazhdimisht mirë me një segment, mirë me një në shtresë të nxënësve. Kemi nxënës mirë, kemi nxënës edhe jo që se mësojmë mirë, po kemi edhe nxënës problematik edhe natyra nga më të ndryshme në ato. Qëllimi jam është post tjera që me ngrit edhe përkushtimin dhe përkrajnë ndaj nxënësve që kanë përrirje më të madhe, që kanë një inteligjencë pak më të fortë, që ti përkrajmë ata qoftë me garat matematikës, qoftë me përkraje të ndryshme ku e mujtë me i stimulu. Kjo është mesin e tyre që mu mendoj se duhet të avancojmë në ma tepër këtë pikë, ase si milionanë është tjertë, mirë po këta si duket pa të mbet në hije, të marrë me gjithë të tjerët, e nxënës inteligjent pa të mbet në një platformë në hije. Ka shumë çka dëshirohet që mundem më kry në arsim, po ka dhe shumë më baj. Çka ju pret? Cilat janë ato sfidat ndoshta më të mëdha, cilat keni arritur deri këtu, mirë po duhet vazhduar që përfundohet? Është një ridimensionim, një rimemorje e mësimdhënësve të filluar prej nesh, stafit dhe shkollës, atëre rrugën çfarë e trason nxënësi ka mesë dhe prindi ka mesë në rrugën e tillë. Kërkohet që të është një përkushtim i mësimdhënësve fillimisht ndaj nxënësit, sepse ata janë për nxënësit, nuk janë nxënësit për mësimdhënës. Trajtimin e nxënësit nga ana mësimdhënës, një trajtim ma human, ma njerëzor, jo si tutor i klasës atë cilë është në ta. Një rregull dhe disiplinë në shkollë, një vetësim të nxënësve se shkolla është e tyre edhe jo dikujt tjetër, dhe prindërit i kemi partner këtë drejtim, dhe ata mund të ndihmojnë për sa më shumë që shkolla të është më e dashur, më që nxënësi kur shohet mëngjes me shku në shkollë, me shku me shefe, jo me pritu me dalë prej derës. Sapo kemi dalë prej zgjedhjeve komunale, kemi pas mundësi të shohim debate politike, kemi pas mundësi të shohim apo të dëgjojmë më mirë themi copëzat programeve ku preket edhe arsimi. Si keni pa këto programe dhe si e shihni ju në zhvillimin e arsimit, karshi premtimeve që janë dhënë pa thënë tërësi nga gjithë kandidatë? Është interesant ato sa ka mujtë me përcjell, është interesant gjithë kandidat ku ka të bëjë me arsimin, do ta ndryshoj, do ta reformoj, do ta rregulloj, mirë po konkretisht jashtë asaj fraze nuk ka diçka të tillë. Por nëse ndalim të pjesa me cilën jemi marrë në 4 vite, ne kemi biseduar me kryetarin Margjerin te vazhdimisht, dhe cilat janë ato vështirësitë cilat na presin, ka qenë vështirësitë kushtet më të mirë, ambient më të mirë, infrastrukturë më të mirë, dhe jo rastisht janë ndërtuar shkolla, janë ndërtuar qerdhe, palestra sporteve, do thotë i duhesh jesh praktik me to që afrosh kushtet, pastaj të kërkosh prej tyre. E jo të kundërshtim, jo kurrikulën tash shojmë, nuk e di sa e ngjarit asaj kurrikule fillimisht në ata, mirë po është pak më thjesht dhe qasje ma të drejt për drejt kërkon arsimi që vërtet të instalojnë dhe të propozojnë diçka që është e kapshme. E marrim shembull, kemi mësimin tërditor, për shembull, a do të ketë mësim tërditor merr Prishtina kanë filluar mirë, po nuk e kanë idenë se si zbato dhe si është ai mësim tërditor. Nuk ka mësim tërditor që mendon popullata,
me gjuhë fëmijën me gjez dhe me marrë 4 të shtëpia, pa detyra, pa kërgjo se shkolla duhet me akry krejta. Ai ka mu marrë me detyra, si vazhdimisht mësimi rregull. Po pjesa mbetur duhet sigurosh kushte që të ketë rekreacion, aktivitete sportive, muzikore, të artit e tjerë, dhe ato që shkollat është e afër dhe e dashur, por të e jo asë se si tash vetëm tërë ditën ai mu marrë me libra, me ato që kujtë shkon prindë të shtëpia ata me ndajtë dhe me qyrë fëmijën e tyre. Po se po mu marrë me mësim, mirë po, duhet diçka ma tepër, duhet një shkollë ma atraktive, tjetër hapësinat nevojitën. Nuk e kem një hapësina që për një mësim tërditor. Unë dhe në një shkollë që i ka mësimin vetëm paradite, se në të kundër të një jo, se i ka vështërësit e veta dhe është për momentin, për qytet është shumë vështirë e implementueshme. Okej, kur e shihni këtë mësimin tërditor, me qenë se me e dinë që shkollat private aplikojnë disa prej tyre mësimin tërditor. Kur e shihni mësimin tërditor të aplikuar edhe në komunën e Pesë? Kur krijon ambiente që mundëm brenda një objekti shkollor, ka mësim vetëm paraditën, ato shkolla mund të fillohet e para punës. E dyta është krijohet kuadër shtesë, lejohet kuadër të punësojmë po kuadër shtesë, po kuadër që ka të bëjë me aktivitetet rekreative, me sport ato si dhe përmes sport, muzik, art, kulturë, në përgjithësi e tjerë, po gjithën kohë dhe prindi dashur ndoshta në një farë forme, edhe ai është partner dhe të participojnë ndoshta në një farë forme, që pjesëmarrja ati do të jep seriozitet më të madh atij mësimit tërditor, sepse në kundërtë nëse mendoj vetëm me lënë si shablon është të vështirë. Këto 2 vitet e para nuk besoj se mundet me ndodhë. Të shohim pas 2 viteve a do të kemi mundësi nëse ndatojmë edhe në ndonjë objekt tjetër. Okej, çka është përmendur shumë gjatë se fushatë zellore kanë qenë edhe pjesa e sigurimit nëpër shkolla. Një çështje, po thonë, problematike në aspektin administrativ ta quaj. Sepse po them nuk ekziston një rregull që shkolla duhet të ketë sigurim. Ka pas çdo herë mirëmbajtës shkollës, mirë po jo sigurim. Si po menaxhohet e gjithë kjo situatë dhe so ka qasje drejtoria në sigurimin e shkollave, ta thuaj ashtu të thonjë za sigurimin e shkollave. Po. Të kthehena pak në retrospektiv. Okej. Gjatë luftës së gjatë, po marr shembull Pesë, kur ka qenë Shkodra atje. Edhe ka pas fatin dikush aty të është edhe mësimdhës në shkollën e mesme në gjimnazin e Shkodrës. Dhe të mirë i thot ka qenë kur e shishë ashtu dashkë me policimi mbi rujtë mitë mrenda. Dhe për ne ishte ka pak aftë në kjo s'kisë ndonë në Kosovë kur asnjëherë. Edhe pse kemi qenë sistemi totalitare tjerë, mësimat të tjerë. Ta që vjen koha dhe ti instalojmë në sigurimet në për shkolla, është pak e tepër për me. Disa shkolla kanë sigurim, disa se kanë. Dhe për të çështjen e sigurimit e kanë një prindë, dhe është në vullnetin e prindit të shkollës. Se prindë nuk janë dakord atë dhe nuk bëhet. Me sistemin e drejtorëve të shkollës nuk mund të realizohet, sepse ajo mund të shkojë vetëm kanë prindërve jo, dhe sepse nuk është kërkesë e dekas, jo që shkollat të kenë sigurim. Kemi këtë shkolla po marrim së pashëm lart atje, nuk ka sigurim shkolla dhe funksionon shumë mirë. Ka edhe këtë shkolla tjera funksionojnë. Për shkak se po e ndrojmë mendsinë e mësimdhënësit, rolin e mësimdhënësit. Ai nuk është roli i tij, nuk është vetëm me dhënë mësim, po ai është pedagog, është psikolog, mirë po është edhe roja dhe sigurimi i atij nxënësit sa është brenda safit të shkollës. E na dojmë zhvesh, kjo është përgjegjësia ime, kjo është jo atje, atë për të marrim, kështu të gashëm dhe shkin klasën mbajmë mësimin dhe po të thëjmë të shtëpia jo. Është një rol dhe në rolin mësimdhënësit, puna mësimdhënësit është mision, nuk është profesion. Okej, ne pëquajmë sigurim. Mirë po, a është sigurim kuptimin e plot fjalës, duke pas parasysh se ata të njëjtën kohë kryejnë edhe një punë tjetër ndoshta. Çështjen e ziljes për shembull. Zilja gjatë pushimit, përfundimit orës, hapja derës, mbyllja e derës, nuk e kryejnë ndonjë detyrë specifike çfarë do duhet ta kryejnë sigurisht. Kjo është një anë formale, anë sipërfaqësor me si është mira në ta hiq. Ka punë shumë më të mëdha, për nëse vërtet mendohet për sigurim, ka punë shumë më të mira dhe më korrekte. Sigurimi për shembull, nëse marrim në gjimnaz, është sigurimin e kanë të dera, është e kryen çat derë, nuk lën makinat me hyjë me dalë, se është ai presioni i zezëve të rritë në të shkollës mesme, e ka të mirën e saj, nëse s'ka shumë të ndryshme me rregullu mirë e kanë çështje. Mirë po, jo dhe për zile, e është më tepër ki parasysh ke zile në shkollave tona që të merron e zile, për derisa në vende tjera ku kam shku, ka rastis, nuk është zile, por një melodi e qetë.
edhe me lidhje që dashte pa dashte i punon në sistemin nervor të nxënësit i punon një qetësi që ka me dalë shumë qetë edhe ka më këthyrë shumë qetë. Faltanat i marim na pak me qashje prerjes, me qashje shpatën këtash, po jo, kur mundem me shumë ma qetë dhe ma mirë. Edhe sigurimin e për shkolla, unë për vetë që më iftari sigurimin. Qysh e kemi diskutuar edhe me komandantin e policisë këtu, qysh mundemi me evitu gjanat negative që ndodhin në shkolla, sepse nxënës, okej, këtu nevojitet patjetër bashkëpunimi me prindin. Mirë po, qysh të evitojmë përdorimin e nuk po them lëndëve narkotike, ndoshta se është e niveli shumë lart, mirë po vape edhe gjana tjera që sot shiten, po them në afërsi të shkollave. Kemi dëgjuar, po qysh ta largojmë, qysh të mos e lejojmë të hyjnë brenda në shkollë. E kemi bisedu edhe në aspektin kontaktet vazhdueshme që kemi qili komunal për sigurim bashkë edhe kontaktet me policinë. Edhe policia tash i ka edhe policë të lokal të lagjës, që të mirën me sigurinë aty. Mirë po, akoma mundemi ne ma tepër të bëjnë lidhur me ta arsyear, sepse nxënësi o merr problemin të shtëpia si janë në shkollë, o merr shkollë dhe çet në rrugë jashtë. Dhe problemet kryesisht neve po na ndodhin rreth shkollës, po na ndodhin. Policia na përgjigjet vazhdimisht, kemi një bashkëpunim jashtëzakonisht mirë me ta. Mirë po problemi çdo herë thirrja jonë e drejtoratit është që vazhdimisht të identifikohen herët problemet dhe situatat që na ndodhin. Ajo që ka shqetësuese, nëse bie të përdorimi narkotikëve, në shkollë janë raste shumë tralla që sipas policisë, po nuk janë tralla raste kur mosha atyre e përdorin, jashtë shkollës është fjala. Shqetësuese është fakti për shembull ku disa shkolla kjo është më shqetësuese sipas me, ku nxënësi klasën e 5, klasën e 6, klasën e 7 devijon me sjellje agresive dhe prindi vjen edhe çëndurta shumë çka i bëj këtij flisë. E tash kjo është domethënë diçka që shqetëson më tepër sepse aty fillojnë të rriten që thotë mizjen e ty zënën fillin marru gjitha drejtimet të shtigjet e jetës dhe sigurisht nuk pret diçka të mirë më ato që. Problemi është çështa këto raste mi neutralizu sa më herët dhe mi josh, mi apru, sepse të ke fundi secili fëmijë ka një anë pozitive brenda vetit, t'ja hulumtojmë, ama ata të pozitive t'ja avancojmë, sepse ai vetë nuk ndodh. Nuk ndodh, mas një fëmijë nuk ndodh. Kem parasysh gjithë ke shoqëri çfarë shohim çdo ditë secili prej nesh. Natyra më nga më të ndryshme, me energji pozitive dhe negative, mirë po që gjithë ta kanë fëmijë nëpër shkolla. Dhe tash ato edukata kanë me të arty në për shkollë, e tash është e jona, e shoqërisë është që të menaxhojmë sa më mirë dhe të neutralizojmë situatat e liga që mënyrë të esin pak më mbarë. A guxojnë mësimdhënësit kujdestar të klasës apo dikush ka stafi i shkollës të kontrollon çantat e fëmijëve? Me shku me djeg, me lezë, sidomos shkollat mese duhet marrë 1% apo diçka ngjashëm. Mirë po mundë, në shkollë fillore, mundë psikologu i shkollës, drejtori i shkollës edhe një asi, mundë kur ka diçka që dyshojnë diçka mundë me procedur shumë shpejt, nemët një kontrolës detën me kryu dhe ka pas efekt vazhdimisht. Ka pas sukses. Kalojmë te një pjesë tjetër. Ta shohim në aspektin e për një panorame, infrastruktura e shkollave është rregulluar. Flasim pa dorza, është rregulluar edhe kemi shkollat mjaftueshme, por edhe infrastrukturë të mirë në ato shkolla ku ka pasur mundësi të intervenohen, të ndërtohen, ka shkollë që nuk guxon ndoshta të largohet nga pa, e pezojmë shkolla Lidhja Prizrenit, është shkollë e vjetër, ti mund të ndodhesh një restaurant. Përpos infrastrukturës së mirë, cilat kanë qenë ato projekte që ndoshta po them sot i quani si projekte t'juaja, mirë po publiku nuk i din edhe ju krenoheni me arritjet apo me ato çfarë keni mundë të bëni gjatë. Po, shkollat fillimisht do të thotë në aspektin teknik, në infrastrukturë, në këtë rast kemë me iniciative, më parë ndoshta iniciative edhe për krahun të kryetarit, është bërë maksimumi. Domethënë ambientin për nxënësin të jetë komode. Pastaj pjesës parë anës shkollore është bërë edhe fushat e futbollit, fushat e sportit, edhe palestra sportive nëpër shkolla.
te gjelqerosja shkollës. Te gjelqerosja kemi dhënë material dhe shkollat e cilat kanë qenë të organizuara e kanë rregullu edhe atë çështje. Në këto pjesë, në disa shkolla jemi tashë sidomos me mirëmbajtjen e ambientit çfarë e bojnë për shkollë. Domethënë ngrihe vetëdijsimi i nxënësve, sepse kemi disa shkolla që vërtet janë mrekulli brenda, domethënë nuk është çështje vetëm punëtorëve teknik, mirë po gjithë stafi i shkollës, përfshi punëtorë teknik, nxënësi, mësimdhënësi, drejtorë e tjerë. Ka hala për dëshiruar, mirë po si të tilla shkollat janë jashtëzakonisht mirë edhe janë për çdo lëvizje. A ka një projekt që mburën në që keni vojtë së 4 vite, është opinioni, nuk e din që po meritori i arsimit është shkaktar, apo meritori më i madh i realizimit të tij. Çka them, nuk personalizoj. Kalojmë destinona e qartë, nuk personalizoj bash asgjë. Disa shkolla për shembull janë hap ke parasysh shkollën e Krushesit atje. Ajo shkolla është kur tjerët para meje ka nisë mirë, po në kohën sa unë kam marrë detyrën ajo është rregullu. Shkolla po që është shkry gjatë mandatit, e mos shkry, mirë po jo vetëm janë tjerë të shkrytarë, janë tjerë faktorë, që është një shkollë shembull, me një projekt komunal, me shkolla komunale, me participimin të komunës shkret ka dalë një shkollë mrekullueshme. Tas zvoni shtape shkollë postierës, është një shkollë vërtet për çdo lëvizje. Okej, kisha përmendur edhe kopshtin Vitomjanic, edhe ajo është një mrekullim vetë. Ajo është e llojit vetë, për ata që duhet ndalim ande, është halli kopshtin Vitomjanic, ajo është investimi i Bashkimit Evropian. Dhe ajo është një mrekulli e llojit. Saj vazhdimisht e kemi përkrahur dhe i kemi qëndruar afër në kërkesat e tyre vazhdimisht cilat kanë pas. Problemet vazhdimisht e ne ndodhin me çështje që s'kan bëjnë drejt për drejt me ne. Nëse përmendin kopshtin Vitomjanic, ne kemi problem çështjen e rrymës. E kemi çështjen e rrymës. Problem çerdhën Vitomjanic në shkollën Vitomjanic dhe në Vasupa Shkëdrani. Domethënë janë çështje të cilat nuk mbetet për kursim të mjeteve nga ana komunizmi, por çështja kesit, procedurave tona ndoshta ndonjëherë ashillojnë. Po si të shohë janë çështje të cilat po zgjidhen, kanë marrë rëndësi nxënës të kanë mirë dhe kopshti Vitomjanicës është hap tjetër, ajo iniciativë tjetër është u hap edhe kopshti në shkollën fillore Dardania, ka qenë shumë herët hapur, është mbyllur, s'ka funksionu, e kemi hapur këtë vit, edhe kjo është një mrekulli e llojit saj, dhe është pastaj edhe kopshti që ka mu hap. Ajo shpejt, po është jam përfundim deri te inventari brendshëm në shkollën ekonomike atje. Të po krijojmë kushte që gjithë fëmijët të kemi në kopshtet tona se kemi kapacitetet mjaftueshme. Okej. Do tek një çështje tjetër, ai të kënaqur me nivelin profesional të mësimdhënësve në Kosovë. Unë përgjithësi kjo është më ndodhur në qendra tjera, deri në një mas po, mirë po në disa drejtime tash kemi mungesë të kuadrit, sidomos matematikë, fizikë, dhe ata si kanë qenë kualifikuar ata po mbesin tash po shkojnë pension, dhe zëvendësimi i tyre vërtet është bërë problem i jashtëzakonshëm. Dhe në këtë rast po shkojmë me atë sistemin e përktheve dhe për shtatin. Nuk ke matematikë, po shirin ndërkime tjera dytësore, cilat mund të inkorporohen në kuadër saj. Tas fundi për edhe vitin e kaluar, edhe këtë vit kemi pas bursa për student për matematikë e fizikë përstjerësh, dhe nuk shohim numër të madh. Fatmirësisht kemi disa studentes këtë vit, vitin e dytë ose të tretë janë matematikës, dhe 2 apo 3 prej tyre që kemi punësuar, gradualisht edhe punë dhe studime, lënë për të dëshiruar kualifikimin e disa drejtimeve. Okej, dalemi tek pjesa e nxënësve. Cili është problemi më i madh i nxënësve të PS së drejtor? Stresi, mungesa e motivimit, presioni social apo diçka tjetër shini? Për fatmirësisht presioni social është shumë i vogël. Nuk e shoh atë asnjë arsye. Flasim vazhdimisht për drejtat e nxënësit, për drejtat e fëmijëve. Kjesja është se shoqëritë tona na shumë pak flasin për detyrat dhe obligimet e tyre. Edhe më thuhet shpesh se çu mendon ata fëmijë që kanë obligime pa i fëmijë, ku marrën këto e shoh këtë ambient shumë komod dhe nuk është drejtë jemi tash me marrë me damtu në ata. Nuk është drejtë jemi me të fyty sot, nuk është drejtë zazën me fy, me lëndu, tjetrin e lërë mod dikon më të rritur në ata.
do të thotë kemi hu pak prej vlerave kombëtare. Nuk do të thirrëm patriotizëm tash mi po thina njerëzore që kemi pasur vlera kombëtare njerëzore kur kemi respektuar vjetrin, kemi respektuar shokun, nuk kemi përdorur fjalor fyz, nuk kemi përdorur fjalor banan ka shi dikujt tjetër. Dhe këto vlera janë pak na kanë dalë dorësh në ta. As më tepër për shkak të raste kur tash në fillim nxast të mirë neve po na atakohen do situata jo dëshirueshme. Apo ju japet sistemi sot marsimor. A ju jap hapësirë të mjaftueshme studentëve nxënësve me qenë kreativ e jo ndoshta me Superman sepse unë hala shoh në shkollat e Kosovës, po them në PD5, akoma japën vjersha me shumë strofa, mësohen për mençur çana cilat kanë të drejtë nuk i fort të punë. Nuk kanë vlerë ato, nuk kanë vlerë. Unë jam simdhasi gjuhë shqipe, kam qenë 30 sa vite punë. Edhe në këtë drejtim ta marr një shembull konkret lidhur me ato. Hajde ta joshim dhe t'ja imponojmë në mënyrë tërthore se duhet mësoj ai dhe ta bindin pse o ka mëson dhe çfarë i novitet. Po i marr dy shembull për profesionit tip, për shembull. Nëse jetu tini nxasit, thumi disa emra ai mbetet në taj, nuk e di që shka do që shohim kanë emrin e vetë, ta emra janë. Ose për shembull kur thot një nxans, s'ka nevojë ti me marrë nxansin edhe me marrë të tabela, sot kemi pyetë dhe del të tabela, ato kanë përfunduar ato. Dhe kur i thon për shembull nxansit mirë pasi librin e fizikë, hapën xhema një folje në librin e fizikë, ju ndomu pyet se kujton se domethënë i marrim në segmentuar atë gjanat. Po jo, nuk i marrin gjithë, po mbaret piqases tonë ne çfarë kemi ndaj nxansit në ata. Dhe nxansit është interesant thuhet sipas studiuesve të tjerë thuhet se për shembull pas 30 vite as 20% e informacioneve shkollës si marrin nxansën për shkolla dhe fakultetet s'kan nevojë. Do shtohet pyetja atë pse po mësojnë. Qëllimi është në ne nxansit të përgatisim që ata të mësojnë kurse ka mësimdhasin dhe se ka prindin afër. Domethënë na duhet dim ta përgatisin si të mësoj ai. Jo kretaj të mbaj përmendje vjershën aty apo diçka tjetër. Misioni i mësimdhasit është pak më i madh. Ta mësoj ata si të mësoj pa ne. Okej, po flasim me drejtorin, më për njëtën anë, përgjithësisht si ekspert arsimit, meqense në jetë të tërë e keni kaluar në arsim. Drejtor, këto 4 vitet e fundit nuk shoh që kanë ndryshuar, po them aq shumë mënyra e mësimdhënies në pej. Akoma jemi te fletorët, te kipat e trash, tek qendrat e mbushura që peshojnë mjaft shumë. A shpejt ndryshim të këtij sistemi? Vazhdimisht e ceki këto elemente që po i ngritni ju tash në shkollat tona, i ceki vazhdimisht. Por shkak se thuhet dikon për shemb se prej klasës parë deri të 5 nuk ka nevojë mbajt asnjë nxans test. Ajo është shkatrimi më i madh që ka ndodhur në nxansve fëmijëve tonë. Mësuesja në klasë parë në ban test, ajo është një komedi e llojit vet. E lere mo, s'ka nevojë të mbajt test ajo deri në klasën e 5, ka detyrime dhe obligime tjera. A mundën ju si drejtor me ndryshu këtë sistem? Po bëjmë presion vazhdimisht, bëjmë presion që tek ministria. Jo tek ministria, bëjmë presion atje këto çështje i kemi ngritë edhe ministria atje. Mirë, këto cilat kemi mundësi dhe kemi ndikim në aspektin regional, aspektin komunal, i ngriti këto shësime vazhdimisht në për shkolla. Për shembull, kur ndonjë notë është kontest, po marrim për shembull shkollën e mesme, kur thotë mund profesori çurmi testet unë ata ajo marrim, ajo do të thotë pika para që unë dona me minimum me vlerësuat mësimdhënës. Nuk duhet jenë mësimdhënësit më atraktiv, duhet jenë shumë më atraktiv sidomos te vlerësimi. E harrojnë një fenomen si vlerësimi është peshore. Dhe është pjesa më e ndihshme e gjithë procesit të mësimdhënies, për shkak se ata janë fëmijë dhe ata fëmijë kanë me urrit dikur dhe kanë me na identifiku, varësisht pi peshore çfarë kemi përdorur na vitet sa kemi na mësimdhënës ata në nxans. Dhe beson se kjo pse sillim prej nesh, kem sot simpatia po antipati ka shim mësimdhënësve të kaluar se sjellur me ne. Nuk themi ma ka dhënë notën e dobët se ma ka dhënë notën e 5, po sjell mirë, më ka vlerësuar mirë dhe ata që kanë merituar më ka dhënë. Okej. E di që kryetari nuk priton me hap kuletën kur është fjala për investime në shkolla. Mirë, po nëse ministri i arsimit ju jap sot, nesër, 1 milion euro vetëm për investime teknologji në shkollat, çka i kishin investuar të para? Ato para.
E flasim vazhdim në Sa që është si urgjencë që duhet në aspektin teknologjisë. në aspektin e teknologjisë, në teknologjinë e kemi gojën plot teknologjinë ato. Mirë po duhet kriju me ato çështje. Një teknologjisë çfarë e mendojmë na, kemi kompjutera shkollë, po them se mirë po ta kemi një database të përgjithshme gjithë në zonëve të shkollës, e cila kishte me pas një qendër. Dhe prej asaj qendër me esë, me dhanat, me ardhë dhe me shku. Qoftë dhanat e nxënësit, qoftë dhanat e mësimdhënësit, qoftë programi cilën e trajton, po të njëjtën kohë ato dhanat i shkojnë edhe prindërit. Vetëm këtë kohë, na e heqim këtë kupolën e të paprekshmit të mësimdhënësit dhe dashur e pa dashur ne esim tutje. E kemi projektin tash një skullmini që fillon prej gjysmë vitori 2 tash me ta, që është një program digital që nxënës me mujtë me mësu, në miniaturi kanë njësit mësimore tjere, kur ka mi shurshënimit edhe nxënësit edhe prindit edhe ka mundësi me përsërit, qëllimi është që qatë telefon, qatë celular apo qatë laptop të shtëpia që ka, ta përdor për çështje dobi përse, jo ta përdor ai përndojnë në gjatë ditës. Dhe një situatë e tillë, dhe çka kisha bo me ato 1 milion tjetër, edhe 1 milion tjetër kisha afër secila shkollë kisha ndërtu edhe ka një mur, që asnjë vetur mos më kalua ndena kur po shohin fëmijët për shkollës apo kur shkojnë në shkollë. 1 milion plus s'po të krykan punë, 2 milion me dashka. Jo, se kjo është veri janë. Adin këta kom manin kryesore. Ti profesion tebe kom post tjera që kom manin kryesore, do më thotë qytetarët nuk munde me lëviz, as fëmijët munde me lëviz, kohën kur shohin nxënësit apo kohën kur shkojnë fëmijët në shkollë. Okej. A është e vështirë dhe të udhëhiqet arsimi një komune me kaq shumë shkolla, me kaq shumë profile, edhe me kaq shumë strese, gjëra tjera cilat vetëm shkolla di me ndodhur, për shkak sepse fëmia është fëmijë. I fundit është fëmia që cilën e fajsoj për shkado. I fundit është në çdo situatë. Vështirë është ky parasysh se janë afër 16.000 nxënës janë. 16.000. 16.000 zonë, 6.000 diçka total me private, me parashkollore, me mbi 16.000 zonës, me një 1.600 staf, mësimdhënës e punëtor teknikë dhe tjerë, dhe tash imagjino gjithë kjo armat ka nivele nga më të ndryshmet në ato, dhe ka kënaqësi, pa kënaqësi, është çfarë dëshiron, mirë po çdo nis nga prej një parimit, jo personal, mirë po në parimi se duhet funksionosh si ekip, si grup, dhe mendoj që këta kam arrit në kuadrë dhe shkratit të arsimit, dhe funksionojnë si një trupi jashtëzakonshme, ku pala zbënë me prit në 2 minuta, dhe shemi aty, s'ka nevoj pala me pritish, dhe zgjedhen dush me bo sa më të mirë, dhe sa me pozitivitetin më të madh. A do t'i kënaqshëm, ose do t'i kënaqshëm pala, s'është marrë si ma vonë e kupton që i kem pas mirë. Cili është momenti më i rënd emocional i mandatit? Një moment që ju ka ngarkuar vërtet, ju si drejtor, po si njeri. Ka situata, ka, për shembull, dhe janë, një shembull kam për shembull kur në një shkollë ekonomike, kisë shumë përsum, ekonomisë asa për ministri, jo për shkollë ekonomike, pak në zanë, dhe u dashke gradualisht me i zhbë ato situata. Mi do nashtë sa ka nevoj shkolla. Mi po qëtën kohë dhe jo mi largu prej punës, dhe mesin tjera një rast, njena që u dashke mu largu për shkollës, 3 rastet punës ja afrova, edhe afër shtëpisë, ose i larg shtëpisë, ose 3 vendeve shpunëm, ato që, dhe momentin e fundit ajo vjen edhe më thotë ti do në mi lasmi pa bu. Edhe më dash me thonë, jo më vekë që ata të kanon ty e jo mu drejtor. Do të thotë, janë situata që nuk e di se çka do, nëse ka me pas ku kthehesh edhe atje. Situatët që ndodhemi tash me regjisimin e popullatsionisë, me numrin e nxënësve që kemi, 194 mësimdhënës që kemi tepër në Shqipëri. Dhe 194 e ke tash prej Ministrisë Financave, 194 i dush me ekbitin prej punës. Kanë me hek. Ata e kanë dhënë edhe në fund aty e kanë shënu. Nëse komuna ka parë, mundesh me ndati. 194 kushtojnë mbi 2 milion euro në vjetë komunës, ku ka buzhet peja për ato. Më thonë, është qarë sistemi domino. A i të thot një, po ti nësi lejtë të 194, qka po ndodhë? Sa kemi me pas në mundësi, sa kemi pas mundësi mi mbështet ta?
Po, është në rëndësi se nesër kom të mbledhje me drejtorin, do ta diskutojmë kësë çështje dhe edhe në ligjet ja thuhet nëse vjen te teprisja teknologjike në një vjen performanca mësimdhënësit, nuk vjen stazhi punës për vitet të shërbimit. Se këta shpesh e ke kuptoj. Jo më nëse sa vite të po je, po tjetër ka performancë më të mirë. Do të thosh performancë, është kualifikimi, performanca, pastaj vjen stazhi i punës. Ka situata të ndihshme në për shkolla plot. Dhe situata të ndihshme shumë e kemi në nivel në drejtoratit, e kemi ekipin për pranë braktisjes, po e kemi edhe ekipin për vlerësimin e fëmijëve me nevoja të veçanta. E aty është me arë ndonjëherë një elemi pa ato situata. Ato janë sepse e shën një situatë krejt tjetër që si ki pa kur. Ne vazhdimisht bëjmë presion të fëmijët tanë, jo, mirë po kur e shën një situatë tillë, ata vinë se do të bëjmë vlerësimin e tyre dhe pastaj mbi bazën e gjeturave dalin rekomandime një orë ditë në shkollë apo 2 orë. Ne kemi obligim pastaj asistentat të sigurojmë atë në fëmijëve, e keq është që s'kemi asistent mjaftueshëm me numrit të nxënësve po na arrit. Ajo është situata aty, është situata të rënda, po ndonjëherë kemi me kuptimin e prindëve. Tyne ndonjëherë nuk e kemi, po ne di se e bëjmë maksimum që na takon neve për tjetër. Kur e humbin një nxënës, e di që në shkollë nuk ka ndodhur që nxënësi ta humbi jetën, mirë, po ka ndodhur për shkak smundjes, për shkak të aksidentit, cila është e ndjen ku i jap me lajm. Është rënë këtë pas rastë më herët. Rasti pa të ndodhë në strem, me një nxënës e është i rënë të që është shpak koment, është shpak koment, është më tepër, kur e ke pas të një nxënës shembull. Kur e ta shkollën, shkollë ka qenë shembull, ai domethënë ka qenë i jashtëzakonshëm. Si të qarmatos për kushtimit tonë jetësore profesional, domethënë të ekip përkupim kryesor të, por ata unë thënë, sigurisht ne jemi prindë dhe kemi ndjenja të ndaj fëmijëve tonë. Po dashje pa dashje ti lidhesh edhe me përgjegjësi si mëdhënës, nëse ki lidhesh andena shumë dhe ajo bret tepër. Ndrojmë temë, nëse nisni mandatin e dytë, sepse jeni në mes drejtorit edhe asamblejistit të zgjedhur, cila është gjëja e parë që do të ndryshoni në arsim si drejtori i arsimit në 100 ditën e parë? 100 ditën e parë, po e këto përgatitje të bomit, sepse kjo është në domenin kompetencën e kryetarit, nuk e ka obligim me mëzell, po dhe mundet me mëzell është në qashe vullnetin në kryetarit. Me ti që mandatin e parë nuk kinë si situatë. Ashtu me që shumë gaton kime ardhë. Ashtu të është sepse është një punëtor i madh, është një njeri mrekullueshëm dhe është një përgjegjësi e madhe nëse t'ja jepet një besim i tillë, mos me kthy me përgjegjësi, domethënë është një paftyrësi atë. Kem obligimin e parë, detyrat e parë që kem 100 ditën e parë, është një monitorim rrëndësor i gjitha shkollave. Kur thom një monitorim në aspektin administrativ, që ka të meta, mund të gjeni të meta në aspektin administrativ, bijushmërisë, disiplinës, po jo të nxënësat mësimdhënës. Të nxënës i kemi shënimit, nuk ka problem, po të mësimdhënës në ndonjëherë na mungojnë. Drejtore, kemi një pjesë pyetjeve të shkurta, po që kërkojnë në të njëjtën kohë përgjigje të shkurta. Mundohemi që ta kursejmë kohën, mirë po ta japim përgjigjen. Po pse jo? Po bën. Arsimi në pej në një fjalë, si do ta përshkruani? I mirë. I mirë. Cila është gjëja që ju ka zhgënjur më shumë në sistemin arsimor? Mundesh edhe pak më zgjat, jo ashtu me një fjalë. Po. Me 2-3 fjalë më. Ajo që më ka zhgënjur për çështje që kanë qenë për çështje që duhet të intervenohet në arsim dhe janë kompetencat tona, ato më ka zhgënjur. Kërkesat për shembull ministri kemi pas nga të shumta dhe përgjigjja aty më ka qenë shumë e baktë, anemike. Po kështë s'ka pas bashkëpunim të mirë? Ka pas bashkëpunim mirë, po jo, bile për komunë, për arsim, klasën për pe, shumë pak. Shkollave së pasha, shkolli dhe inventari që ka kompletuar, 7 vite shkojnë një shkollë. Dhe qënë që kur kërkoj që ministria në përkra, komuna 5 të avancimit që nuk e ceka më herët,
kemi nda kabinete për shkolla shumë. Kemi marrë kabinet, kur komuna mundet me nda mjete për kabinete shkolla, ato mundet me nda ministria me një puseshe të vogël. Drejtar më sinqerisht regani. Më simdhasit, a kanë nevojë më tepër për rritje trogave, pagave, apo për rritje përgjithësisë? Përgjithësisë. Mendoj që pagat i kanë, okay. Jo, si kanë okay, mirë po duhet mi meritu. Okay. Cila shkollë pej ka bërë më shumë ti progres gjatë mandatit tuaj? Progres. Besoj që nuk tjerë, Jo, nuk e kam, se jo mbas 4 vite nuk e kam varet adysi është re në këtë rast, të progresi apo të regresi. Në aspektin teknik dhe mrekullisht shkollës Azreni është një shkollë mbajt me jashtëzakonisht mirë, nuk diskutohet, është një shkollë që funksionon me gjitha të mira. Mirë po, unë e marr shembull shkollën Vasupashi kur kom punuar vetë në ata. Aty asnjë nxënës kur nuk përjashtohet për shkollës dhe funksionon shumë mirë. Kërkojnë jashtë shkolla, jashtë aspektit teknik unë kërkoj dashuri më tepër në shkolla. Nuk e kem kesh as Rami Sadikun, as Tet Marsin, as mos shkollat as mos harroj Dardanin. Mirë po unë në shkollë. Edhe lidhja Prizrenit është mirë sepse ja pjesë e këshillit prindërve. Te lidhja Prizrenit është drejtoresha është e mirë, e përkrahim në maksimum. Aty është një kese si 2-3 nxënës që i kanë pas me energji negative, ishin gati me jahu për rejtingun shkollës, se është një shkollë mrekullueshme, është një shkollë me një staf jashtëzakonisht mirë dhe po më vazhdon ajo traditë cila është dhe ka me shkëlqy sigurisht. Thomë, shkollat e shtetit mirë i kemi. Gjimnazja është të mbajt primatin e shkollave të mesme? Nuk isha thënë. Cilin është shëpa i shkollat mesme? Shkolla mesme, gjimnazin, mjekësisë? Mjekësia për momentin, sepse për nga nuk një zanëve që absorbojnë shkolla e mjekësisë dhe gjimnazit për e gati kënjë. Mjekësia merr vesh ma tepër të mirë ato, mirë po mirë është që ajo po vazhdon të tje. Gjimnazi ka ndoshta struktura, nxënësve ndoshta faktorë tjerë. Okej, cila shkollë ka nevojë urgjente për përmirësim? Në aspektin teknik Xhemarkada. Ka kuadër të jashtëzakonshëm, e në aspektin teknik shkolla Xhemarkada. Drejtar, cili është gabimi më i madh që keni bërë gjatë mandatit tuaj? Gabimi. Ka gabime plot. Ka gabime sa dur. Ka ndërsh. Çka thëmë, për zgjedhje ndonjëherë të ndonjë drejtorit, ndonjë kuadrit, ndonjëherë ka pas ndonjë gabim të pashqëllimshëm, edhe ajo ka mujtë me ndodhë. A ka ndonjë projekt që niset, për sot jo vjen keq që nuk u realizuar? Kanë betë që është e arrimës në disa shkolla, është palestra sporteve në shatin në Vosel, është i dëmtu më Pullazi edhe Dëshëmia ishte plan më rregullu, këtë vetë nuk e rregullu, ajo është dëmtu shumë, edhe ajo në kam betë pikë që s'mu vitin ashim ka më rregullu, mirë po, ajo tipo e zvarit në kohë, edhe tash e në dëshkem për nxënësin është. Okej. Sa përqind jeni të kënaqur me veten edhe performancën tuaj si drejtar, prej 0 deri në 100%? 60%. 60% e vlerësoni performancën. 60% ashtu mendoj. Për shkak modestisë të këto nuk e bëfëm. Jo është se arsimi është një kolorit është një parajs me lule dhe atë parajs ti duhet me mbajt edhe me avancu. Okej. Më simdhësit e rinë, më shumë energji apo më shumë mungesë përvoje? Jo, për mungesë përvoje, energji kërkohet ma shumë, edhe duhet jenë ma luftarak në kërkim të dijeve dhe bashkëpunimin me kolegë tjerë. Nxënësit e sot më shumë motivim apo më shumë shpërqendrim? Motivim. Motivim duhet ma tepër dhe nxënës dhe sotit, sepse është jetë dinamike dhe në këtë jetë dinamike ne duhet dim të ka një kanalizu dëshirat e tyne. Okej. A ka politika ndikim në vendimet në arsim? Sinqerisht. Thëmë drejtën në kushtet barabarta, po, mundet me pasë, nuk po thëmë po, në kushtet barabarta mundet me pasë, mirë po, e thashtë edhe në fillim me ata që kanë bona,
kandidati i mirë ka avansu vazhdimisht. Në shkolla politikës s'ka hiç. Në shkolla dhe më thonë, relacion si më dhanë, se në zanë ata që nuk gjonë kush me përmend hiç. Edhe në drejtorat këtë fryme kom mbjellë që gjithka mund të me bisedu për politikë. Okej. Nëse do të kishit një javë kohë edhe 0 kufizime, çfarë do të ndryshonit më njëherë në sistemin arsimor? Sistemin arsimor mungesat, kësha ndryshuar më njëherë, edhe mësimin zgjedhor, si lanë, veç që e kanë inkorporuar që mësimin zgjedhor, kur kështu si është se kësha. A keni menduar ndonjëherë gjatë këtyre 4 viteve me ndërheqje? Nuk u marrë në atë pikë. A ka qenë ndonjë ankesë prindërve që ju ka befasuar plotësisht? Po, ka tillës. A mundesh me përcjellë ndonjë pak sa më interesant apo më e veçantë apo më e jashtëzakonshme apo po ta diun? Ka për shembull, tash ka tërshme të vonshme. Rasti çështja bursave tashish, edhe plani ishte bursat me nda për matematik, fizik edhe informatik, drejtimet të shkollës dhe u dakordum të letjen edhe për mjekësi, se s'kam donë për mjekësi. Po kur e shpallim konkursin nuk e definum që mjekësi e përgjeshme, atër konkurum edhe stomatologët edhe tjerë. Meshin tjerave mjetë e kishin vetëm për 7 partë, po për stomatologë i fermer, jo i thëmë palës që kam i marë. Unë e di jo që funksionani, more ti thuj që ka dushe kam i marë parëve, që jo tash në bazvili 3 ku të shot bugjeti se s'ke pare. Ose tjetër vjen pala kur donë këto janë nivellet tulta. Në 2 kam aeroplan, në veç një vërtetim që kom qenë zanë si asaj shkollë, se jo mjashtë, që sa i ka rinë që 2 javë, dhe më thonë nuk t'i këndon hishëm, a i shkon shkollë dhe merë nuk ka atë problem. Problemi tjetër, kur dhe më thonë që vërtet që po kesh kuptohëm prej opinionin ata, kur i në zanë si u përsërisin në shkolla, edhe e marrën e rezultatin, kalon një javë edhe vinë, nga kanë thonë veç drejtori arsimit mundet me nga kalu. S'ka të orinë, drejtori arsimit asë kushish, edhe aty marrin hujtë, thojnë se pas ka rritë mendja, s'po do në drejtori, ku ka boj ma, mirë po automatikisht si ndërhyrë në qargjit, është në ndërhyrje e drejt për dhejnë vepër penalër dhe ti përgjigjesh pastaj të tjerë. Të rasti kërkoj mirë kuptimin tjerë. Okej, drejtor, mandati juaj i dytë, domosdoshmëri apo opsion? Opsion dëshmar. Se kish mujt me vazhdu dikush tjetër punën tënde? Kish mujtër ka plot njerëz të mirë, ka njerëz të mirë shumë ka. Vetëm nevojitet e energji pozitive. Jo pse unë s'muj, mirë po jetë ku nuk jam i vetëmi. Okej, nëse është opsion, do të vazhdoni si asamblesë? Ndoshta po. Nuk e kisha pas atë problem. Edhe si asamblesë, edhe si mësim dha, si kisha. Keni marrë pëlqimin apo besueshmërinë, po them në aspektin e votave, ndoshta më shumë ti prej pjesës së anës qytetit. Çka ju ka bërë kjo që të jeni ndër më votuarit listën e DFS? Jënë po do vitet profesionit shkollës, do vitet aktivitetit para luktës, mbas luktës. Unë e di që në përfshatra është pak ma lehtë me vota. Po, se ose ma koncentruar nga tjetër, qytetar është më. Qytetar do thotë se janë kontributet e para luktës, aktivitetet që kanë qenë janë pas luktës, vitet në arsim, dhe sidomos të vitet e fundit ke pas bëj shumë me njerëz dhe njerëzit shohin drejt për drejt, ti zbukuros sa dush, dhe kom qenë ndër ata që fushat farës i s'kom bo. O dyrë shumë shumë i heshtë në drejtim, po njerëzve vetëm ju kom tregu që jam kandidat nëse mundesh. Edhe absolut edhe ata me mesazha, po me diçka ngjashëm jo në forma tjera, dhe jam falendrues te masë për besimin, ajo është vlerësimi kryesor, ka vlerësimi më i madh. Por aktivitetin tim ka qenë vlerësimi më i madh kur kryetari Mazherin ka propozuar për këtë postë herën e parë, edhe vlerësimi i dytë është që më kanë dhënë shtetar. Në fundit, a besoni se arsimi i PS sot është më i mirë se 4 vite më parë me posë jo? Po, është më i mirë. Është më i mirë, dhe nëse s'ka me që edhe në pas 4 viteve tjera më i mirë, atërë se vlerë me. Është më i mirë sigur. Pyetja e fundit, drejtora, e kemi gjitha shkollat e ngrohta? I kemi të ngrohta, për jashtim kopshin vetëmërisë që e kemi mbyllë përkohësisht se është ke si të punu aty,
Këto tjera të me plus minus janë nivel për kryms. Janë shofin me lup, mirë po është qashja shishës me ujë, a sa ka, si duket nga shite, ata që do me pa mirë thojnë gjysma se ka me ujë, tjerë thojnë jo gjysma ku ka zbrast. Kryesori mirë kemi në aspektin tekniket në grosit, që tjera i kemi të përkrymën. Okej, a ka gjasë që t'jeni ndisë për deputet? Në zgjedhjet që përna prilsin? Jo, lërgë tja shumë. Lërgë shumë në ata, jetoj e bashkë veproj me këtë shoshni rrit, me këtë shoshni me këtë mendësi, dhe thirrja jam është vazhdimisht që ta ndrojnë mendësinë e shoshnisë tonë në pozitivitet. Jo thirrjen e individit, mirë po mendësinë e shoshnisë ta ndrojnë pozitiv, sepse kemi kapacitete. Në këto kapacitete duhet instalu njerë i mirë, pozitiviteti, njerëz me energji pozitive, që ndikojnë edhe të rreti që si shoshni tesi për parë. Viktor, ishte knatësi sonde që kemi në protagonist. Lutem, nësi është Faleminderit shumë. Ishte ky drejtori për arsim në Komunën e 5, zotëri Naser Gegash, jemi në episodin e ardhshëm. Miropafshim.